Bordi i transparencës ka caktuar çmimet e reja të hidrokarbureve duke rritur me 6 lekë çmimin e naftës, duke nisur nga sot në orën 15. Nafta do të tregtohet me 215 lekë litri, ndërsa benzina është rritur me 3 lekë dhe do të shitet me 178 lekë litri. Në njoftim thuhet se Bordi i Transparencës në datën 14 prill 2026 në mbledhjen e radhës vendosi çmimin shitjes me pakicje nën produktit gazoili standardi SSHN 590 të jetë jo më shumë se 215 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 203 lekë litër. Çmimi i shitjes me pakicje nën produktit benzine standardi SSHN të jetë jo më shumë se 178 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 166 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi do të hyjnë në fuqi sot data 14 ora 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftim thuhet se në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.